Në mësimet e kaluara, folën për Hudin a.s. dhe popullin e tij Ad. Dhe përfunduam sqarimet, mësimet dhe porosi që i dham në disa vjetra ligjërata në lidhje me Hudin a.s. dhe popullin e tij Ad, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë me një pejgamber tjetër. Në rend, ai është Salihu a.s., të cilin Allahu Dhul Xhelal e çoi te populli i tij Thamud. Dhe Salihu a.s. gjithashtu si pejgamberi i Allahu Dhul Xhelal zën një vend të madh në Kur'an, përmendet në disa sure me nga disa ajete. Dikun ma shumë edhe dikun ma pak, mirë po parafërsisht përmendet në 2-13 sure Salihu a.s. si pejgamber dhe Thamudi si popull në cilin Allahu Dhul Xhelal e ka dërguar këtë pejgamber. Pra, emri i Salihut a.s. përmendet krejtësisht 9 herë në Kur'an, kurse populli i tij Thamud përmendet 26 herë në Kur'an. 9 ai si pejgamber alayhi salatu wassalam, edhe 26 herë populli i tij, domethënë 35 herë përmenden në Kur'an. Këtë kjo për me tregue rëndësinë që ka rrëfimi kuranor mbi Salihun alayhis salam. Pasi që edhe ky pejgamber i është drejtuar një prej fiseve arabe, fisi Thamud. Dhe fisi Thamud është vazhdimsi e fiseve arabe që kanë burimin të Nuhi alayhis salam. Nëse e mbani mend, na e përmendëm se Nuhi alayhis salam pas përmbytjes prej bijve të tij ndahen disa fise e prej Samit, domethënë vazhdojnë fiset arabe. Për tyre ishte Iremi, që do thot ka banuar në atë vendin që quhet Rubul Khali, katror i boshatisur, pasi që kohën e Hudit alayhis salam kishte qenë një vend banim i ndërtuar në formë të jashtëzakonshme, mirë po pas shkatrimit ngelet bosh, edhe sot e kësaj dite është i tillë. Dhe gjithashtu prej popujve ose fiseve arab që vinë nga Sami, djali i Hudit alayhis salam, djali i Nuhit alayhis salam, është edhe fisi Thamud, i cili fis ka jetuar në gadishun arabik, do thot respektivisht është Hijr, vendi Hijr ose Medain Salih e quajnë tash, që është mes Tebukut, Teimas, Uleja, janë disa qytete të vogla aty rreth e përçark, dhe është në lindje të Medines, ose me thonë veri perëndim të Medines, mes të shkretirës të gadishullit arabik të Arabisë Saudite sot. Sot ky vend është bë atrakcion turistik dhe kanë filluar të shkojnë njerëzit prej vendeve të ndryshme dhe prej feve të ndryshme. Janë vendbanime të gdhendura në gur, do të në këtë formë, janë vendbanimet me Medain Salih, quhen vendbanimet domethënë e popullit të Salihut. Shtëpi të gdhendura në gur. Kjo ka qenë specifika e këtij populli, për të cilin Allahu Dhul Xhelal na flet neve në Kur'an. Përmendëm na se për Salihun alayhis salam folet në shumë suret Kur'anit, duke filluar që nga sura Araf, në surën Hud, në surën Hijr,
surën Shuara, surën Naml, surën Qamar, surën Shams, pastaj në surën Al-Fajr përmendet në një ajet bashkë me popullin Ad, edhe në shumë sure tjera, domethënë dikun përmendet më gjatë, dikun më shkurt, në surën Isra, në Fussilat, në Fajr, në Dhariyat, në Najm, e kështu me radhë. Pra, zë një vend të jashtëzakonshëm në Kur'an, dhe këtë kjo tregon rëndësinë dhe vlerën që ka, dhe thot Salihu alayhis salam, dhe aktiviteti i tij dhe daveti i tij popullit të vet, popullit Themut. Na, sikur se kemi zakon në këto ligjërata tona në lidhje me rrëfimet kuranore, do flasim, do i marrim ajetet kuranore sipas renditjes që janë në mushaf dhe do i paraqesim para jush duke i elaboru dhe duke i përpunu, duke nxjerrë mësime dhe porosi dhe pastaj vazhdojmë me detajet tjera nga jeta e Salihut alayhi salatu wassalam. Normalisht besoj se e keni të freskët akoma informatën se na në këto mësime tona mbështetemi vetëm në ajete kuranore dhe në hadithet të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ja nashkaluar tërësisht rrëfimet biblike që quhen israilate në lidhje me këto ndodhi, sepse në Bibël ka sqarime të detajzuara në lidhje me këta pejgamber Zotit, por normalisht pasi që ato nuk janë pjesë e rëndësishme dhe normalisht mund mos me qenë të verifikuara, na i mbështetemi vetëm asaj që e thot Allahu Dhu Xhelal në Kur'anin Fisnik dhe atë që na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta mbi këta pejgamber. Në surën Araf përmendet rrëfimi mbi Salihun alayhis salam në 7 ajete. Pra ajetet 73 deri në ajetin 79. Dhe këto ajete që janë përmend në këtë sure, në vetvete ngërthejnë disa pika ku koncentrohet rrëfimi kuranor dhe i nxjerr në shesh ato si pjesë bazike të këtij ballafaqimi që kishte Salihu alayhis salam me popullin e tij Themut. E para tregon se Allahu Dhu Xhelal e ka dërguar Salihun alayhi salatu wassalam pejgamber te populli i tij Themut. Edhe kjo çështje se Allahu Dhu Xhelal çdo popullit i ka thënë pejgamber është një e vërtet kuranore e përsëritur. Pse kjo? Që askush për njerëzve të mos ketë arsye para Zotit me thonë se sikur të kishim pas pejgamber ne do të kishim besu ty o Zot. Ama pasi s'kemi pas pejgamber, atëherë na kemi arsye pse s'kemi besu ty o Zot. Allahu Dhu Xhelal për mos me ilan njerëzve kësaj lloj argumentimi, çdo popull i ka dërguar pejgamber i cili e ka thirrë në besimin Allahu Dhu Xhelal një. Dhe andaj këto janë shembuj të pejgamberëve të ndryshëm që i ka dërguar në popujt e ndryshëm gjatë historisë. Pasi që na flasim për një histori të gjatë e cila është me shumë shekuj, me 10.000 vite. Një histori e bujshme, e gjatë, edhe zhvillimin e njerëzimin të rësiqen nga Ademi alayhis salam e deri sot. Normalisht, kjo kohë e gjatë, Allahu Dhu Xhelal nuk i ka treguar të gjitha dekadat edhe shekujt, po ka treguar shembuj të pejgamberëve që ka dërguar te popujt e tyre dhe normalisht mësimet pastaj që merren nga mënyra se si ata i kanë thirrë popullin e vet, peripeci që kanë pas këtë angazhim, përfundimi i këtij angazhimi, rezultati i këtij angazhimi, si janë përgjigj popujt, ata që janë përgjigj pozitivisht që kanë fituar, ata që kanë kundërshtuar, që kanë përjetuar, këtë kjo me qenë model, mostër, shembull për popujt që kanë ardhur pas tyre. Sepse çdo pejgamber që ka ardhur ka vazhduar në atë pjesë që kalon pejgamberi para tij. Edhe për mos me qenë fjalët e tija do të thjesht teori vetëm, janë shembujt e pejgamberët më hershëm të cilët i tregon Kur'ani dhe vazhdojnë të fliten ato në gojdhonat historike
për të kuptuar se ajo që u ka ndodhur atyve ka më ndodhur edhe këtyre popujve nëse veprojnë si ata në pranim të thirrjes së pejgamberëve apo në kundërshtim të tyre. Andaj çështja e parë për të cilën flet Allahu Dhul Jalal në këtë, do thot surën Araf në ajetin 73 tregon për faktin se Allahu Dhul Jalal e ka dërguar këtë pejgamber te populli i tij Thamud. Pas kësaj është ajo konstanteja e cila përmendet në të gjitha historitë e pejgamberëve. Të gjitha rrethimet kuranore mbi pejgambert e Allahut xhallahu. Thirrja e popujve të tyre në monoteizëm. Besimin në Allahun xhallahu një. Edhe kjo çështje mendoj se e kemi përmend edhe kur kemi folur për Nuhin alayhis salam edhe për Hudin alayhis salam, edhe kemi thonë aty se na do e përsërisim vazhdimisht me çdo rrethim kuranor për pejgambert e Allahut. Pse? Sepse thelbi i të gjitha thirrjeve të pejgamberëve të Zotit, pite i pari, Ademi alayhis salam si nebi, edhe Nuhi alayhis salam si rasul, edhe deri te i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë ata e kanë fillu dhe kanë insistu që nga fillimi deri në fund që njerëzit ta kuptojnë se vetëm Allahu është i cili meriton adhurim. Dhe askush veç ti dhe asgjë veç ti nuk ka të drejtë të adhurohet. Edhe pejgamber koft, edhe melaçe qoft. E mos flasim për gjërat më të parancishme. Guri, e druri, e hekuri, e çfarëdo gjë që ata kalumen në historinë e njerëzimit, po edhe sot fatkeqësisht hala ka njerëz që besojnë në krijesa dhe u japin atyre fuqi mbi natyrale. Na fatkeqësisht jemi dëshmitar se hala njerëzit besojnë se do thot me shkuna për tyrbe dhe me lutë vdekurit atje mund të arrihet kërkesa jote, të plotësohet dëshira jote ose të mbrohesh nga një e keqe për të cilës frigohesh ti. Edhe kjo fatkeqësisht është e përhapur tek ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është i veçantë në pjesën e insistimit në monoteizëm. Po fatkeqësisht llojet e shirkut, ati të vogël dhe ati të fshehur, përsëriten edhe të njerëzit besimtarë dhe praktikantë fesë, nëpërmes për shembull të syefaqësisë. Si ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati ashirkul khafi. Ma shumë ti që kanë frikë ummetit tem shirku të fshehur. E i thanë, cili është shirku i fshehur? Tha, ar-riya, syefaqësia. Kur t'i bën një besimtar adhurimet e veta të veçanta për Allahun, mirë po jo për Allahun sinqerisht, po për syefaqe që t'i shohin njerëzit dhe t'i ndëgjojnë njerëzit. Se filoni është i devotshëm dhe se filoni falet natën dhe agjeron ditën dhe se filoni është xhumat, domthon ti që i bën këtë adhurime i bën me kësaj lloj niyeti. Kush e ka këtë një në zemrën e tij na nuk e di. Edhe s'kemi drejt me gjyku për askënd se është njeri me syefaqësi. Atë din vetëm Allahu, sa ai i din zemrat e njerëzve. Ama qëllimi është që une edhe ti na vazhdimisht duhet me pas frikë, edhe dro, edhe kujdes nga syefaqësia. Edhe në momentin që të vjen shejtani ty i të bën vezvese se kanë fillu me të lavdru se jo bo i devotshëm, kanë fillu me të lavdru se po flet mirë, kanë fillu me të lavdru se je i guximshëm, kanë fillu me të lavdru se po ligjeron mirë. Këto vezvese të shejtanit që vjen me ta shtu vullnetin në punë të mira për shkak të asaj që njerëzit kanë me gjyku për ty, që kjo është syefaqësia. Ti duhesh me bëj xhihat me nefsin tan, mos me lën me zonë vend këto vezvese në zemrën dhe mendjen tonë. S'është me rëndësi a flasin mirë njerëzit për ty apo jo, nëse është vepër e saktë dhe i bindur se Allah është i kënaqur me atë vepër ti bëne. Mundet ketë bota me të kundërshtu. Mundet as kujt mos më pëlqej ajo që ti e thu edhe e bën. Ama nëse Allah është i kënaqur me të, nëse ajo vepër është sipas udhëzimeve të Kuranit dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti hiç mos e nal atë punë. Mirpo, nefsi
i njeriut është i tillë që kanëherë depërton tek një ibadet i madh që ti e bën, edhe mundon të arrijë shpërblimin që në dynjë. E shpërblimi i nefsit për ibadetet që i bën ti në dynjë është lavdi, që e bën njerëzit ndaj teje. E tash këtu kanë dy pozicione, është mirë me i kuptu mirë për mos me i ngatru. Janë dy pozicione. Pozicioni i parë, i cili është i qortuar, është që ti të bësh adhurime që në start, apo ti fillosh ato e pastaj ti përmirësosh ato në proces për shkak të lavdeve të njerëzve. Për shkak të llafeve të mira të njerëzve ndaj teje. Kjo është syfaqësi e cila ka mundësi me t'i azgjesu ato vepra dhe ka mundësi me t'i dëmtuar në shpërblimin e tyre. Edhe ka pozicioni i dytë është që ti i bën veprat për Allah. As nuk shkon mendja çka kanë me thonë njerëzit për ty, a kanë me të lavdru, a kanë me të shoh. Dhe pas një kohe fillojnë njerëzit me të lavdru, pa e pas ti në jetën aty. Ky lavd a është i dëmshëm për veprat e tua apo jo? Nuk është i dëmshëm. Bile kjo është tamam është shpërblim i përshpejtuar i Allahut për ty që në dynjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do thotë, nëse ndodh që njerëzit e lavdrojnë dikën për besimtarëve për veprat e mira që i bën ata, tha, kjo është ajilu bushra al-mu'min, është myshde e përshpejtuar për besimtari. Pse? Sepse kur ne i bëjmë punë sinqerisht për Allahun Dhu Xhelal, atë neve na don Allah. Dhe në momentin që na don Allahu, i thot Xhibrilit alayhis salam, ja Xhibril, inni uhibbu fulanen fa ahibba. O Xhibril, unë e du filanin për robërët me, ta duash edhe ti. E Xhibril alayhis salam pastaj shkon te melaqet, si melaqe më e madhe prej melaqeve, dhe u thot melaqeve tjera, o i melaqet krijesat të Zotit, Allahu e don filanin, edhe unë e dua filanin, ta doni edhe ju atë. Edhe e dojnë melaqet që janë qiell, a melaqet që janë qiell janë me miliona. Miliona, një Allah e din sa është numri i tyre. Askush nuk e din, veç Allahu Dhul Xhelal. Po shumë janë. Pse janë shumë? Për dy hadithe, e para thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna fi bayti as-sama'i baytan ma'mura, në fi sama'i dunya baytan ma'mura, në qiellin e dunjas është një shtëpi e mbushur me adhurues si qapja që quhet Beitul Ma'mur. Në atë vend çdo ditë hyjnë nga 70.000 melaqe për të bërë tavaf dhe më nuk kthehen prapë. Tash ti bën hesab sa është dunjoja, sa mija ditë, sa dhjetra mija ditë, sa qindra mija ditë. Herë 70.000 e shef se është një numër shumë i madh i melaqeve. Nuk ka matematikë që e rumbullakson. Kjo është një hadith që tregon se numri i tyre është shumë. Hadithi tjetër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, attati as-sama wa hukka laha an ta'id, parënkon qielli dhe meriton me rënku prej barës të madhe që mban. E cila është ajo barë? Tha ma fi mawdi arba asabi illa wa fihi malakun sajid. Sepse çdo pllom toke, çdo pllom dore në qiell ka një melek që bën sejdë. Këtë është i para mendo sa është qielli i madh, kur themi qiell e kemi qëllimin gjithësi. Sa është gjithësia e madhe, edhe në çdo pllom dore në gjithësi ka një melek që bën sejdë. Sa është numri i tyre? Jashtëzakonisht i madh. E tash Xhibril alayhis salam po i thot melaqeve, a këto që kanë shumë, Allahu e don filanin, e du edhe unë, ta doni edhe ju. Do të fillon të bëheshti i dashur i melaqeve që numri i tyre është shumë i madh. Thumma yudau lahu al-qabulu fi al-ardi, pastaj shohet pranimi i tij në tokë, domthonë e dojnë edhe njerëzit. E për këtë arsye na tham se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, tilka ajilu bushra al-mu'min, kjo është myshja e përshpejtuar për këtë rob në dynjë. Lavde që kanë njerëzit për të, sinqerta, pa e pasur një jetin për atë lavd, ai të vjen me automatizëm për shkak se Allahu don, për shkak se Xhibril alayhis salam don, për shkak se melaqet e shumta, me një numër jashtëzakonisht të madh dojnë, për shkak se njerëzit e mirë tokë dojnë, edhe normalisht që ti lavdërohesh atëherë.
E kjo është ndryshe, besoj që keni qartë është dallimin mes pozicionit të parë, kur ti e nis një vepër për sy e faqe me të lavdu tjerë, apo e nis për Allah, e ndërkohë vjen vezvesja e shejtanit edhe fillon me zbukurua atë vepër për lavdin e njerëzve, edhe para të asgjëson veprën, e dyta të dëmton sevapin, edhe pozicioni i dytë i cili ti i bën veprat vetëm për Allah, nuk lejon vezvesja e shejtanit hiç me depërtuar ti, e pas këtij adhurimit sinqert të lavdrojnë njerëzit. Ky lavdrim nuk dëmton asgjë në adhurimin tënd. Besoj që kjo është një pjesë sqarimeve që duhet me pas parasysh për me kuptuar dallimin mes adhurimeve tona të sinqerta dhe adhurimeve tona që ka syefaqësi. Andaj edhe syefaqësia që ka shirk i fshehur. Pse quhet shirk i fshehur? Sepse njeriu adhurime që duhet t'i adhuron Allahut, t'i adhuron njerëzve. Edhe i bën ato jo për me fitu kënaqësinë e Allahut, por me fitue lavdhin për njerëzve. Edhe kjo është, do thotë si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një gjë që u kishte frikë umetit vet. Edhe ky hadith e ngjashme me të na tregojnë mua si hoxh, si ligjërues, po edhe ty si xhamat, se na duhet me qenë të vazhdueshëm në xhihadin ton me nefsin ton. Edhe kjo është për xhihadeve më të rënda. Edhe xhihadeve më të mëdha. Edhe xhihadeve që kanë fillim e s'kanë mbarim. Mbarimi i xhihadit tem me nefsin tem, e dini kur arrin, atë kur vdes. Sa të jemi gjallë, na të më bëjë vazhdimisht xhihad me nefsin ton, sepse shejtani vazhdimisht mundohet me t'i dëmtu adhurimet tona nëse s'mundet me të nalë për tyre. Me që si lloj kurthesh edhe intrigësh. Andaj, kur flasim na për shirkun, qoftë ai klasik adhurimi i statuja që fatkesisht hala në botë është e përhapur, do thotë në Azinë e largët për shembull në Kinë, në Indi, ti e shef edhe sot që ka popull të shumë që kanë tituj të mëdha shkencore, adhurojnë kafsh, adhurojnë statuja, gur. Ata që adhurojnë Budën, për shembull budistat, ata që adhurojnë lopën në Indi, e kështu me radhë. Adhurojnë krijesave që Allahu xhallahu. Megjithëse kanë titull shkencor në fizik atomike, kanë titull shkencor në fizik kuantike, në matematikë, në shkenca eksakte, shumë të rënda, edhe janë shumë të fuqishëm në të lëmi, mirë për të çështje e besimit, hala se ka kuptuar se do të adhuru Allahu një, krijuesi i gjithësisë, i qiejve dhe tokës, dunjas dhe ahiretit, dhe i vetmi i cili e meriton adhurimin ton. Andaj, nga kjo që e thash, një besimtar monoteist, një musliman monoteist, duhet sabat drejt e akşam vazhdimisht me thënë elhamdulillah që Allahu na ka zgjedhur dhe na ka bërë monoteist. Adhurues të Allahut një. Es adhurim as gur, as dru, as vore, as yje, as kafsh, as gjë, veç Allahun dhu xhelal. Edhe kjo është veçoria e madhe e Islamit. Dhe na duhet të ruajmë këtë veçori dhe duhet vazhdimisht ta përsërisim dhe të përmendim, sepse kështu ka vepruar Allahu i madhëshëm në Kur'an. Në rrëfimet e gjithë pejgamberëve të Zotit e ka potencuar këtë fakt, se ata i kanë ftuar popujt e tyre në adhurimin e Allahut një. E kjo normalisht nuk është rastësi, nuk është spontanitet, por është një e vërtet e madhe, bazike, thelbësore e Islamit, që nga fillimi i jetës këtë tokë deri në fundin e jetës në këtë tokë. Zotën, kur ka me ndodhë kiameti, kur s'ka me ngel mbi tokë asnjë monoteist. Kur vdes ose të vritet edhe monoteisti i fundit, atë ndodhë kiameti, sepse kjo tokë ekziston për aq sa ka në këtë tokë monoteista besimtar në Allahun një. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'a hatta yuqalu fil ardi la ilaha illa Allah. Nuk ka me ndodhë kiameti derisa mbi tokë ka kush thot la ilaha illa Allah. E fjala la ilaha illa Allah, se fjalia la ilaha illa Allah është sqarimi më i qartë, më i shkurt, më i thjesht i monoteizmit. Se asgjë veç Allahut nuk meriton adhurim. La ilaha illa Allah. As kush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet veç Allahu dhu xhelal, i cili është i vetmi që meriton adhurimet e krejt krijesave, e sidomos të njerëzit. Pastaj
përmendet fakti tjetër se çdo pejgamber kishte mrekullitë e veta, edhe Salihu e kishte një mrekulli. Ajo është deveja, të cilën e kishte krijuar Allahu Dhu Xhelal, dhe që doli nga guri, është tregim që na kena me fol pastaj kur i vjerë radha, si mrekulli e Salihut alayhis salam, sepse njerëzit në ato kohra më të vjetra kishin nevojë për mrekulli që i percepton logjika ose stadiumi i zhvilluar i logjikës së tyre. Aq sa va pret mendja. Edhe andaj Allahu Dhu Xhelal u jepte pejgamberëve mrekulli mucize që ishin të kapshme për logjikat e asaj kohe. Edhe besoj që keni të parasysh se kanë evolue mucizet që Allahu i Madhëshëm ka dhënë pejgamberëve nga një pejgamber në tjetrin, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe me ardhen e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mucizja e tij, megjithëse ka pasur edhe mucize konkrete, praktike dhe që janë më të thjeshta, por mucizja kryesore ka qenë vetë Kur'ani. Edhe ashtu si nga dita që është pall paranimi e 470 vjetëve parafërsisht, e deri më sot hala është mrekulli. Edhe hala është burim inspirimi. Edhe hala është burim i udhëzimit. Edhe hala është sfidë për njerëzimin. Sidomos shekullin e 18 edhe shekullin 19, kalendarit gregorian, janë mundu shumë misionar me gjetë mangësi dhe dobësi në Kur'an dhe me e demantu atë. Dhe me dalë para botës, jo muslimanëve dhe muslimanëve, dhe me thonë që ki Kur'an s'është mrekulli, ashtu si pretendojnë muslimanët, por është një libër i shkruar nga Muhamedi, dhe që ja ka kundërthonje mes vete, edhe ka mangësi dhe dobësi, i cili tregon se nuk është libër hyjnor. Mirë po s'kan mujt. Edhe që është më interesant, të gjithë ata që janë fut në këtë betej, më interesant është se janë bo musliman në fund. Dhe për këtë shkak, pasi që s'kan arrit ata me demantu me fakte, argumente, qasja analitike, shkencore, në shekullin e 21, çka bëjnë ata? Mundohen me djeg. Pse s'mundën me demantu, mundohen me djeg. Realisht, djegje e Kur'anit, megjithëse për neve shumë provokim i rëndë dhe i madhe dhe na pengon gjithsesi dhe jemi kundër asaj, ama realisht është moment triumfi për muslimanët. Se pasi që se sikur ata të kishin mujt me demantue tekstin e Kur'anit, s'kishin shku me djeg. Po e kishin marrë, e kishin bu me fletat mëdhoja, sa muri, edhe e kishin nxjerrë njerëzit, thonë, shifne që këtë faqet Kur'anit, që i ka 100 gabime brenda. E s'ka nevojë me djegaj, se kur të argumentoj gabime që i ka faqe Kur'anit, ma kese me djeg është. Ama ai nëse përhap një faqet Kur'anit dhe tenton me gjetë gabime, realisht ka me qenë burim inspirimi për këtë ata njerëz që e shohin edhe me shtu besimin te. Edhe ata kur e kanë pas se s'muj me demantu Kur'anin, me studimet e tyre analitike dhe shkencore, me debate që kanë pas shumë priftër me hoxhallar dhe davexhi musliman, e kanë pas se ashtu s'kanë mundësi me demantu Kur'anin, e kanë dhënë atëre veç se me djeg. Veç se me djeg. Andaj kjo është moment triumfit të Kur'anit ka shqytëre. Pse se ajo që demantohet me logjike dhe me shkencë nuk ka nevojë digjet. Se pastaj e djeg ai vetë. I thari ati libri që demantohet me fakte shkencore dhe logjikore, ai vetë ka me djeg. Ama ata pse s'mundën me demantu e djegin. E keni qartë, kjo është një element besoj që është shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm për ta kuptuar se këta janë momentet triumfit të Islamit, megjithëse neve na dhe edhe normalisht kjo janë tek na urrejtja dhe neveria ajo që bëjnë ata, por realisht kjo është moment triumfi, edhe elhamdulillah umeti Islam është jetuar në një periudhë shumë të rëndë, me sulme dhe agresion shumë të ashpër, por realisht kjo është
fundi i vuajtjeve dhe dhimbjeve dhe fillimi i një mëngjesi të ri me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal, ku njerëzimi dal nga dal po vjen me një qor sokak, vjen në buzë të greminës dhe kërkon zgjidhje dhe shpëtim. Pasi që ka provu krejt. Dhe në kësi situata do të vetë se Islami, vetë se Kurani, vetë se udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë ato që ofrojnë shpëtim për njerëzimin. Dhe alhamdulillah na e shohim do të ketë në 10.000 njerëzi që e pranojnë Islamin në botë. Edhe unë e përmenda në ders sabahut para disa ditëve, e lëngosha një hoxh në Francë, dhe këtë na në qendrën islamike, çdo ditë vishin me 10 njerëz që pranojnë Islamin. Me fillimin e luftës në Gaza, u rrit numri për 10-rave në 2-3-400 jo muslimanë që pranojnë në ditë Islamin. Edhe e bëni krahasim shumë të bukur. Tha, nëse ishte që atër ka, domethënë, muji i tretë i luftimeve, ka fundi 60 ditë e luftimeve, se tashmë 100 që ka përsi, tha, nëse janë vrarë 20.000, 19.000, 20.000 në Gaza, aq jo muslimanë ka vënë Islamin në qendrat tona islamike në Francë, veç Francë. Domethënë, nëse 20.000 muslimanë i kanë vrarë ata me raketa, 20.000 jo muslimanë janë bërë muslimanë. Kjo është një prej ndodhive shumë interesante që kanë ndodhur brenda këtyre ditëve në botë, edhe tjetra që megjithatë kanë vrarë 23-4.000 deri tash është bë numri, po aq fëmijë kanë lind në Palestinë. Palestinë, aty ku luftohet në Gaza. Aty ku s'ka spitale më të rregullta, aty ku s'ka ushqim të rregullt, aq sa kanë vrarë aq lindin. Për me treguar se ummeti islam është ummet i cili akoma jep shumë më shumë sa që i marrin tjertë. Edhe kjo është njëra prej lajmeve, domethënë, demografike, të zhvillimit demografik, edhe të pranimit të Islamit në botë, që jo rastisht është parapase se viti 2050 ka me qenë Islami fe dominante në botë, fe me shumicë në botë. Veçmo është të urit 2.2 miliardë janë bërë muslimanët, dhe nuk i duhet edhe shumë për me kalu katolik që janë 2.3 miliardë, po në përgjithësi me këtë trend që është shku bota dhe me këtë degenerim moral dhe këtë udhtim drejt humnerës të njerëzimit, njerëzit do kthjellën, sidomos lufta e fundit në Gaza, është njëri prej shkaqeve që njerëzit me kuptu se shumë qeveri në perëndim dhe shumë filozofi në perëndim dhe ajo demokraci që i trumpetoi asaj parafërsisht 60 e fundit se është maksimumi që ka arrit njerëzimi, është asgjë, është një lloj mashtrimi dhe rrene e madhe, dhe se na duhet me gjetë diçka tjetër për me i dhon vetës kënaqësi, lumturi, normalisht një mirëqenie, edhe një zhvillim social dhe politik i cili fatkeqësisht nuk është në botë. Pra mrekullia ka qenë devja, normalisht pejgamberi u ka evoluar mrekullia sipas rrethonave dhe situatën në cilën kanë jetuar ata. Dhe normalisht është kërku prej popullit të Saliut, prej popullit të Themud, që të mos e dëmtojnë këtë mrekulli të Zotit. Si përmend e punë e Kuranit, gjithashtu për shembull, na nuk kemi dakord që jo muslimanët ta përbuzin Kuranin, ta na përkambin Kuranin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu muslimanët me udhëtu me Kur'an në tokën e muslimanëve, për shkak të kësaj, që mos më ja leju jo muslimanëve përbuzjen e Kur'anit, shkeljen e Kur'anit, djegjen e Kur'anit. Dhe për këtë shkak ulemat kanë thonë se një musliman udhëton në tokë jo muslimane, mundet me marrë përkthim të Kur'anit, ama jo vetë Kur'anin, që ta kape në dorë një jo musliman dhe ta shkel atë, e ta dhe thot përbuza atë dhe të nënçmoje atë. Dhe muslimani du me pas parasysh që për te du me qenë Kur'ani dhe shenjtëria e Kur'anit më e madhe se sa kujdesi për jetën e vetë. Dhe nëse Zoti e sprovon me një situatë kur dikush për armiqve të Islamit e tenton për ta nënçmuar dhe përbuz Kur'anit, ti duhesh me qenë i gatshëm me dalë me mbrojt Kur'anin edhe nëse të kushton me jetë. Kjo është ajo që ne si musliman duhet ta kemi qartë, edhe këtu
nuk ka hapësirë për hamendësime. Po normalisht, para se me mbrojt në Kur'anin si letër, para asaj na duhet me mbrojt Kur'anin si udhëzim jete. E na musliman fatkeqësisht, këtu e kemi praktis shenjtërimin e Kur'anit edhe si mushaf, po ajo që është më e madhe dhe më pronike edhe si udhërrëfyes i jetës sonë, edhe në këtë aspekt bëhet e vërtet ajo që u tregu si ankesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përmend Allahu i Madhëshëm Kur'an kur tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qala rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Do thaj dërguari, o Zot, me të vërtet populli im e baraktisi këtë Kur'an. Dhe ajo që na e dim shumë mirë është se një pjesë shumë e madhe e muslimanëve në botë, qeveritar dhe populli thjesht e kanë braktisë qeverisjen me Kur'an. E kjo është më e madhja, edhe më problematike. Megjithse në kushtetutat e tyre shkruan se burim i kushtetutës dhe legjislacionit është Kur'ani, është Islami, megjithatë shumë ligje dhe vendime që merren nga ato pushtete vinë ndesh me Kur'anin. Edhe për këtë shkak, ummeti islam sot është i nënçmuar, sepse ja kanë kthy shpinën Kur'anit dhe nuk jetojnë me Kur'anin, dhe andaj kjo është njëra prej përbuzjeve, e kur ta përbuzim na vetë musliman Kur'anin, duke mos vepruar me të dhe duke mos e përdorur si udhërrëfyes në jetën tonë, atëherë të tjerët ta përbuzin edhe mushafin. Sepse ata ideologjikisht na e përmendën se mund ta demandojnë, ama mundon me përbuz dhe me nënçmue si mushaf. Megjithatë, alhamdulillah, Allahu dhu xhelal që edhe ajo shpesh herë ka dështuar tentativa për ta dik mushafin, sepse ka burra ala që musliman dhe jo muslimane, sikur se rasti i fundit që ishte në Suedi, kur një jo muslimane ja mori Kur'anin atij armikut të Islamit dhe të Kur'anit nga dora dhe nuk e la me djeg atë Kur'an. Kështu Allahu i Madhëshëm çon edhe dikam për jo muslimanëve me mbrojt Kur'anin. Mirë po kjo sa e nderon Kur'anin është problem për neve musliman, nëse na musliman nuk kemi të gatshëm me mbrojt Kur'anin, e del dikush për jo muslimanëve me u tregu më i gozimshëm se edhe atë grua të qenë, atëherë kjo është një lloj nënçmimi për musliman se ku ka rënë niveli i muslimanëve. Sidoqoftë, vazhdimisht do të ketë tentativa për të prek shenjtëritë e pejgamberëve të Zotit. Për shembull, njëra prej gjërave që e kemi na si detyrë dhe obligim me përmend, për shembull, këtu në Maqedoni është një karneval që bëhet për çdo vjet në një prej fshatrave të Strugës, dhe ata shpesher tallën edhe me muslimanët, edhe me shenjtëritë islame, po këtë vit janë tallë edhe me vetë Isin alayhis salam. Megjithëse ata thënë që është pejgamberi tyre, po kështu është puna se njerëzve kur u humb feja edhe u bie niveli fetaris, ata tallen me çdo shenjtëri. E ne si musliman, ashtu si që reagojmë kur në përkame shenjtëritë e Islamit, qoftë ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo Kur'ani, apo minarja, apo ezani, apo çka do qoftë prej shenjtërive të Islamit të dukshme, na një ashtu reagojmë edhe kur në përkame shenjtëritë e pejgamberëve të Zotit, këtë rast Isa alayhis salam. Edhe andaj na jemi kundër çdo nënçmimi, tallje, përbuzje të gjithë pejgamberëve të Allahut, qoftë Isa alayhis salam, qoftë Musa alayhis salam, qoftë Nuhi alayhis salam, qoftë Ibrahim alayhis salam, qoftë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është e përsia jonë si musliman. Se na nuk dakordohemi kur na përkamet do një pejgamber për pejgamberin e Zotit. Pse? La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Se ne nuk bëjmë dallime mes pejgamberëve të Zotit. Të gjithë ata i besojmë se janë pejgamberë të Zotit, dhe të gjithë ata i duam dhe të gjithë ata i mbrojmë. Kjo është e përsia jonë si musliman ka shtë tjerve. Se ata, jo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e dojnë, pa ata as pejgamberët e vetë nuk e dojnë. Edhe na kemi folë para disa viteve, ku kena folë për problemin e përbaltjes së figurës së Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që nga viti 2004, ku ka ndodhur karikaturat në Danimark në fillim, e pastaj normalisht ndodhen edhe në Francë, para disa viteve. Ne kemi tregu edhe atëherë
se Perëndimi tallet me shenjtëritë e Islamit sepse e ka kulturë vetën, fatkeqësisht, mu tallë me gjithë fetë, edhe me gjithë pejgamberët. Ata edhe me herët janë tallë me Isën a.s., janë tallë edhe me nanën e Isës a.s., Merjemen a.s., janë tallë, domethënë, edhe me klerikët e tyre fetar, vazhdimisht edhe vazhdojnë njëjtën me bon, po normalisht dojnë ta kopjojnë të njëjtën përvojë edhe me muslimanët. Për fatmirësisht, do thotë, kjo arvatja dhe tentativa e tyre ka shkuar sepse muslimanët, ata që janë muslimanë për një me, ata nuk lejojnë as vetë, as dikën me ja përbuz, me ja përbalt, me utall, me shenjtëritë e fesë së tij. Qoftë ai Kur'ani, qoftë ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qoftë ajo ezani, qoftë ajo minarja e xhamisë, qoftë bulesa e gruas muslimane, çka do qoftë, nuk kanë leju. Edhe tash u dëshmu se muslimanët nuk pranojnë një orvatja tentativë tilla, do më për me tregu një lloj kulture të mase të ulët të një shoqërie, megjithëse ata pretendojnë se janë shoqëri të zhvilluara, të përparuara, por realisht janë shumë poshtë. Gjithashtu, prej pikave që përmenden në këto ajete të surës do të Araf, është përkujtimi i popullit të vetë, se Salihu a.s. e përkujton të popullin e vetë Themud me dhuntit e shumta që Allahu i madhëshëm ka dhënë atyre. Edhe këtë e kanë bërë gjithë pejgamberët e Allahut. Edhe na kemi detyrë dhe obligim ja përkujtu njëri tjetrit sa të mira na ka dhënë Allahu. Dhe mos me i përbuza ato të mira dhe me qenë vazhdimisht mirënjohës ndaj Zotit për ato të mira. E të mirat kur janë shumë përbuzen. Edhe njerëzit fatkeqësisht do thotë sa më shumë të mira që kanë, aq më shumë bukshkel bëhen. E kjo normalisht është mjerim, po fatkeqësisht është realitet. Ti mundesh me kon 20 vjet, 30 vjet i shnosh, edhe një javë, një muj, një vjet i smut. Hesi përmend ato 30 vjet që e kon i shnosh, ama një javë, një muj, një vjet që e kon i smut, i përmend. Edhe këtë vitet tjera që kemi qenë i shnosh, kur takohesh me njerëz që valla ke shumë i smut, mendoj se shpëtova. Se përmend që 30 vjet para sa e kon tip top. S'ke pas kur gjë. Ama çat javë, çat muj, çat vjet që e kon i smut, këtë dunjaja e merr vesh. Se kështu është tabiati i njeriut, kefur, mohues i të mirave të Zotit, përbuzës i të mirave të Zotit, bukshkal. Edhe pse kjo është karakteristikë më tepër e grave, si ka përmendë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po fatkeqësisht sot të ngjajshëm janë edhe burrat. Nuk dinë me falëndru Allahun për të mirat që Allahu a jep atyre. Dhe vazhdimisht u shkon goja se mësohen njerëzit më anku. Edhe shpesh herë tash u bë ankesa fenomen. Ku të shkosh me ne çdo familje, valla kriz, valla rond, valla s'po del, valla shtrenjt. S'ka njeri që s'ankohet, fatkeqësisht. Rall, shumë rall, gjendën elhamdulillah. Allahu na ka gëzuar me të mirë, elhamdulillah. Wallahi po. Edhe kur ja bësh një analizë të vogël, çati me xhlis e shef, mashallah, tavolina plot, altanin e grave plot, luksuzin e mobiljeve, super, orendi shtëpiake, modeli më i ri, telefonat celular, secili më të mirë se tjetri, do të çat muhabet dalin 10-15 mijë 20 mijë euro, veç çka kanë na për xhepa, na për trupa njerëzit, thonë keq, këtë ankon keq. Edhe kjo normalisht nuk është kulturë e mirë. Nuk është, do thot, edukat islame. Fatmirësisht, gjithë na kena shumë ma shumë si që meritojmë. Edhe shumë ma shumë se na falënderojmë. Edhe të parën dhe dytën. Shumë ma shumë se na që meritojmë edhe shumë ma shumë se sa na falënderojmë. E nuk na ka hije na me i përbuz mirat e Zotit edhe me u kajt veç. Por duhesh me qenë falëndrues, mirënjohës, edhe normalisht korrigjoje sjelljen tonë, korrigjoje jetën tonë, korrigjoje veprimet e tuaja, edhe
normalisht Allahu ka me lëshu rahmetin e vetë dhe bereqetin e tij ndaj neve. Edhe kjo është e zakonshme. Pejgamberët e Allahut ja kujtojnë popujve të tyre dhuntitë e Allahut, e popujt jo besimtar vazhdojnë me i përgënjeshtru Zotin dhe pejgamberët e Zotit. Sepse rezultati do ishte i kundërt. Sa më shumë që na i konfirmojmë të mirët e Zotit, aq më tepër jemi mirënjohës ndaj Zotit. Edhe këshive si lidhen gjanat. Kur fillojnë na tu anku, s'ka, zban, fillon mes me falendru Allahun dhu xhelal, po veç mu anku, atëherë fillon dal, kalon nga kufrani ni'ma, nga përbuzja e të mirave të Zotit në përbuzjen e Zotit. Zoti na rujt. Edhe kjo është ajo rruga e keqe. Pra themi na nuk duhet me leju na veç mu anku. Edhe nëse jemi në mezhlisë ku dikush ankon, do të kadar. Nuk është si thuti. Thuaj elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mes, elhamdulillah në barim. Pse? Se në krejt situatat neve jemi duke jetu në mirësit e bollshme dhe shumëta të Allahut subhanahu wa taala. Normalisht janë edhe pika tjera, pastaj në dersën e ardhshme do i vime edhe ajetet kuranore konkretisht të kësaj sura që flet për Salihun alayhis salam dhe popullin e tij Themud.